Pas shumë vitesh rrugët e Strajanit u mbushën sërish me zërat e bijve dhe bijave të tij. Në këtë fshat pitoresk malor të Gostivarit u rikthye gjallëria, kujtime dhe krenaria për vendlinjen, ndërsa jehona e shipes kumbonte mes maleve, duke sjellë emocione të veçanta për banorët dhe mërgjimtarët që u rikthyen në vatrën të parëve. Fal angazhimit të shoqatës Trajani i Bashkuar me në krye kryetarin Emin Azizi, u organizua manifestimi i parë gjithë përfshirës i fshatit me synimin për të bashkuar strajanasit, për të forcuar lidhjet me vendlinjen dhe për të ruajtur trashëgiminë kulturore e shpirtërore të kësaj treve. Manifestimi u hap me një fjalë përshëndetje nga moderatori dhe gazetari Bekim Adili, i cili përmes një rrëfimi emocional evokoi kujtimet e së kaluarës, duke sjellë në vëmendje figura dhe personalitetet që me punën, dijen dhe kontributin e tyre i dhanë emër e dinjitet Strajanit ndër vite. Strajani është djepi i frymëzimit të artit dhe kulturës shqiptare. Shpesh herë kur i ndëgjojmë duke i rënë fyllit apo kavallit, padyshim kemi një ndjenjë brenda botës shpirtërore që na lidh me kujtime, me nostalgji, me të kaluarën tonë, na lidh me kujtimet që kemi për prindrit, për gjyshit e stërgjyshit për cilët kemi ndëgjuar dhe që kanë qenë padyshim heronjtë e heshtur të ruajtjes së truallësisë sonë, me shumë sakrificë, ato nuk kanë braktisur asnjëherë këto treva. Kjo do të thotë se ne kemi detyrim që të ringjallemi si puna e Feniksit, i cili ringjallet nga pluri i saj dhe vazhdon jetën po prap Feniksi, ashtu si edhe shqiptarët, po i ringjallin këtë fshat. Ju lutem, mund të nderom me 1 minutë heshtje artistët cilët sot nuk jetojnë edhe dëshmorët e këtyre trevave, pa të cilët nuk do të ishim sot, besoj, këtu të grumbulluar, sepse duhet kujtuar edhe Gjaku i Xhem Sipnicës, i Naser Veliut, i Avni Elmazit, i Ismail Mehmedit, i His Fazliut, Naser Ademit e kështu me radhë. Ju lutem, t'i nderoj me 1 minutë heshje. Lavdi, qofti përjetshëm kujtimi për ta, e vazhdoft ideali që të ushtjet në shpirtrat tanë e të rinjve brezave që vinë pas. Atmosfera festive vijoi me një program të pasur artistik, ku në skenë u ngjitën këngëtarë të interpretues me përjardhje nga Strajani, me këngë burimore, valle tradicionale dhe interpretime të mbushura me emocion. Ata dëshmojnë edhe një herë se ky fshat ka qenë dhe mbetet një vatë e rëndësishme e kulturës popullore, duke i dhënë Gostivari dhe më gjerë, artistë të njohur e krijues të vlerave të mirëfillta. Pjesëmarrja e madhe e strajanasve nga vendi dhe diaspora e zhderoi këtë tubim në një festë të unitetit, kujtesës dhe identitetit, ku takuan breza të ndryshëm, u ndan kujtime dhe u ripërtri lidhja me vendlinjen. Kryetari i shoqatës Trajani i Bashkuar Emin Azizi, në një prononcim për televizionin Globi, u shpreh se qëllimi kryesor i organizimit ishte bashkimi i strajanasve rreth vlerave të përbashkëta dhe rikthimi i jetës në fshatin e tyre. Ai theksoi se ky synim u arrit me sukses dhe shprehu besimin se kjo festë do të zhndërrohet në një traditë të përvitshme. Ideja lindi pi mallit vendlindjes.
kontakte të shpesha me bashkëtarët, kontakte jo vendi ku jetojun, për dhe shtetet tjera. Si të e kapim hapin e parë, e kapim pak me sakrifica, për javleti. Javleti dhe thot, ringjallja e fshati ka qenë si mesazh kështu për fshatarët, ose bashkëtarët, edhe financat, hap mas hapi do drejtime, do rregullime i bëm kështu rrugën gjoa, edhe i motivojmë njerëzit. E tash mendojmë që shpresat kanë zonë të rriten sa më tepër. Në që shumë, vela edhe më tepër dur se pi asaj që e preqim. Faleminderit shumë edhe pi, jo veç për bashkëfshatarë, për faleminderit edhe pi fshatrave për rreth që janë. Faleminderit edhe pi juve personalisht. Për shpresojmë të ardhmen edhe më të suksesshëm të jenë. Manifestimi u përmbyll me një drekë festive për të gjithë pjesëmarrësit në një atmosferë miqësore e plot emocione. Dalja u bë me premtimin dhe dëshirën e përbashkët që vitin e ardhshëm Strajani të mirëpresë edhe më shumë bije e bija të tij, duke e bërë këtë festë një simbol të bashkimit, ruajtjes së identitetit dhe dashurisë për vendlindjen.